hargjoj 35 vite për të arritur këtu edhe ato që kam arritur unë sot. Por, vetëm 4 vite në mandatin e ardhshëm për të pasur të njëjtat mundësi që kam unë sot në Francë. Po që do bëni ju pra që t'i arrini këto mundësi për 4 vjet? Çfarë do ndryshojnë? Ne do të ndryshojmë... Pse këte i dëgjojmë, po do gjëra konkrete. Ne jemi alternativ. Edhe do të ndryshojmë ato që unë ju a thash. Në administratë do të futen njerëz me meritokraci. Rregullimin e problemit pronave. Biznesi do t'jeti lirë. Edhe investitorët e huaj nuk do të kenë më frikë. Si bëjnë të kesh një shkop magjike dhe t'i rregullosh për një ditë? Absolutisht. Ne kemi mësuar edhe nga gabimet tona. Ne si Parti Demokratike, disa gabime i kemi bërë edhe ne, por kemi mësuar nga ta. Prandaj ne sot jemi alternativ. Jemi alternativ. Vota e diasporës. Me votën e diasporës, ne e kemi të sigurt që do të arrim në pushtet. Do t'i arrim. Po, Partia Socialiste ndërkohë nga ana tjetër ka nisur betejën shumë herët në diasporë. Doja të bëja vetëm një ndërhyrje shumë specifike. Bashkëpunimi Një moment ju lutem zotin Docaj. ndron sistem. Si ka mundësi që këto dy forca politike mbasi përzun 1.700.000 vetë për 35 vjetë në diasporë dhe shkojnë tash me paturpsinë më të madhe, shkojnë kërkojnë votat. Ku? Çfarë? Për çfarë? Si i shkëputën nga prindërit, si i shkëputën nga MMD-u, si i shkëputën nga toka, si i shkëputën nga profesionet, si i shkëputën nga rritja një pambesave. Dhe vinë tash dhe thonë, ne do bëjmë këtë, do bëjmë atë. Është një drejtë kushtetuese e drejta diasporës të votojë. Por ama, unë nuk shoh asnjë, është nonsens që dy partitë, socialiste dhe demokrate, të vinë për diasporë dhe t'u lërasin të bërtasin diaspora. Kjo diasporë është bi tanë që janë shpërngulur nga Shqipëria. Dhe, po ju them edhe një herë, kam kaq vite në emigracion dhe po ju them me të vërtetë, në vend më të bukur se Shqipëria nuk ka. Kam shkuar në Kanada e kam filluar nga zero. Kam bërë 3 punë, vetëm të arrija. Nuk isha njerëz, nuk isha maman, prindrit. Nuk isha asnjë njeri për qark. Dhe kam luftuar me sistemin atje. Kam luftuar sepse është një sistem që ne nuk e njohim. Është një vend që ne nuk e njohim. Dhe këtë po ja them rinis. Atë që provova unë, mos e provoni ju se do jetë shumë vonë mas 20-30 vjetëve që kur të ktheheni mrap gjyshër, do thoni çfarë i bëra vetes. Shembullin e të tjerëve, më mirë mësojeni nga ato që e japin free si puna ime. Unë jam jurist, avokat dhe kam të drejtë emigracionit të bëj emigrant, të bëj aplikime të emigrant. Po zonja thot që ka ndodhur ndryshime. Por ama po themi gjë, që nuk dua absolutisht asnjë shqiptar ta bij atje. Kam komunikime shqiptar. Dhe thonë çfarë kemi bë vetes. Pse? Është e pamundur sot në këtë kohë, sidomos që ka ndryshuar komplet ekonomia botërore, të lëvizësh nga Shqipëria dhe të shkosh në botë. Është e pamundur. Dhe ne, dhe unë që po vi këtu, nuk po vi vetëm për vete, unë i kam rregulluar punët e mia. I kam rregulluar totalisht, po ja u them kështu, burrash, fëmijët i kam atje ku i kam kanadez, gruan e kam në punë. Do kthehen fëmijët tuaj në Shqipëri? Do kthehen se s'bot se do t'i bëj unë, që Shqipëria të jetë për ato një atraksion tamam i vendit ku kanë lindur, të dy kanë lindur në Shqipëri, sepse e para punës ndryshimi i Shqipërisë do vi me bindjen e njerëzve. Kur të shkojnë ata, kur të bëhen në moshën tuaj të kthehen atë. Në para punës duhet që populli të na japi ne drejtën e votën që ne të udhëheqim dhe të hyjmë në parlamentin shqiptar që të ndryshojmë nga themelet që nga kushtetuta. Shumë ka kërkuar edhe zoti Rama në 2013-ën, edhe të Basha, edhe ndryshimet e mëdha. Kjo nuk do të thotë. Edhe zoti Berisha. Po kjo nuk do të thotë që nuk do të kemi besim ke njëri tjetri. Është brez i ri, është brez që nuk ka dalë nga socializmi, nga komunizmi, është një brez që u edukua nëpër botë dhe e di të mirën. Edhe për partia që përfaqëson zoti Aga. Unë jam shumë dakord, vetëm një frazë. Shqipëria nuk është një vend i varfër. Shqipëria është një vend i vjedhur. I vjedhur nga 35 vjet. 35 vjet politika shqiptare
i ka vjedh shqiptarët. Ka qeverisur edhe zoti Berisha dhe zoti Meta. Edhe zoti Berisha dhe zoti Meta, po, kanë përgjegjësinë e tyre, e thash edhe që parë, kanë përgjegjësinë e tyre. Edhe ne ju a thash që kemi mësuar nga gabimet tona. Zoti Berisha ka pranuar një gabim, ka thënë për ligjin 7501. Zoti Rama